Ndërkohë, kryebashkiaku i Shkodrës dhe drejtuesi politik i këtij qarku, Benet Beci, ka nxjerrë listën e propozuar të 11 kandidatëve të Partisë Socialiste për këtë qark. Lista e propozimeve të qarkut Shkodër, i cili ka 11 deputet dhe ka 4 propozime në listën e mbyllur dhe 11 të tjera në listën e hapur, sigurisht është përgatitur duke pas parasysh platformën e deputetit që duam, propozimet që kanë ardhur nga partia, një shpërndarje gjeografike, një shpërndarje profesionale, një shpërndarje të gjitha moshave. E para në listë është Mariana Koçeku. Mariana ka qenë pjesë e platformës deputetit që duam, është një vajzë, është një krijuese dhe menaxhuese një prej agroturizmave të famshëm dhe të njohura në vend. Është një shembull fantastik i një njeri, një vajzë e re me forcat e veta të ndërtojë një biznes, të ndërtojë një promovim, të ndërtojë një emër, njihet me emrin Neom Malsoria, e cila e ka promovuar Shqipërinë, zonat tona, për brenda vendit do thoja dhe jashtë vendit. Onid Beleri. Onidi është një profesionist i përkushtuar me eksperiencë në fushën e inxhinierisë, është inxhinier, ka bashkëpunuar në 2 vjet e fundit shumë me mua në rolin e kryetarit të bashkisë në Shkodër, e njoh prej kohësh për arsye se ka qenë dhe një nga inxhinierët që ka realizuar shumë projekte me donatorët të infrastrukturës në të gjithë vendin dhe sigurisht në veri më shumë. Gjenis Qela ka studiuar në marrëdhëniet për ndërkombëtare dhe në shkencat politike, aktualisht është menaxher në sektorin e turizmit dhe të medjave. I 4 në listën e mbyllur të Shkodrës është Bujar Rexha. Bujari përfaqëson komunitetin e Malësisë Madhe, do thoja brenda vendit dhe jashtë vendit. Lista e hapur me rendin analfabetik është si më poshtë, Edona Biladi, të cilën së pari do doja ta falenderoja si një mbështetëse dhe një njeri shumë i angazhuar gjatë gjithë kohës dhe si ministre dhe si deputete. Ervin Doda është përfaqësues i zonës së Fusharzit, ka mbaruar studimet për drejtësi dhe ka pasur eksperjenca të shumta me Partinë Socialiste. Holta Duda është mjeke me një reputacion shumë pozitiv në një përvojë shumë të gjerë në sistemin shëndetësor. Frok Gjini, të cilin po ashtu do doja ta falenderoja për angazhimin që ka pasur si deputet i Partisë Socialiste në zgjidhjen e shumë problemeve të zonës, të cilat i njeh shumë mirë në zonën e Vaudës, Pukësht, Fusharzit, dhe si njeri me një eksperiencë 20 vjeçare në sektorin publik. Besmir Lezha aktualisht është një drejtues në një nga sektorët më të rëndësishëm të infrastrukturës në Shkodër. Marian Ndërshtiqaj është jurist me eksperiencë në sektorin publik, kryesisht në atë të transportit rrugor. Është njeri i kudo ndodhur në funksionet të shërbimit të banorëve që nga rrethinat e deri në Vermosh. Një tjetër që na vjen nga kandidati që na vjen nga platforma e deputetit që duam është Vera Ndreca, Kesi Spahiu, Shkëlqim Sterkaj. Kjo është lista e Shkodrës me përfaqësues e saj, cilët mendoj kanë një shpërndarje diversifikim, siç e thash, profesional edhe gjeografik dhe të grup moshave.